Speci djegës, çfarë shkakton për tensionin, zemrën dhe kockat? Mjeku jep lajmin e papritur. Speci djegës përdoret në mjekësinë tradicionale në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci djegës është i pasur me vitaminën C, e cila mbron nga infeksionet. Gjithashtu te speci djegës do të gjeni sasi të mirë të vitaminës C, të cilës ja atribuohen edhe vetit afrodiziake që kanë të bëjnë me përmirësimin e funksioneve tuaja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Po përtej shijes së tij pikante, speci djegës ka një përmbajtje të lartë të elementeve terapeutik, të cilët jo të gjithë personat i njohin. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të specave të kuq djegës. Speca djegës do të ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë riskun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru dhe reduktojnë ndikime negative të kolesterolit të keq. Specat e kuq djegës do të ulin gjithashtu presionin e gjakut. Është të provuar shkencërisht se kapsaicinat e specat e kuq djegës do të vrasë qelizat e dëmshme. Kjo perime dhe erëzë pikante gjithashtu ndihmon në luftimin e ftohjes dhe ndihmon edhe kundër problemeve të fryrjes. Specat e kuq djegës janë në një ndihmë shumë e mirë në betejën kundër problemit të radikaleve të lira, duke ndihmuar në largimin përfundimtar të tyre nga organizmi. Studimet kanë treguar se kapsaicin të specat e kuq djegës do të ndihmojnë në betejën kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira. Kjo perime gjithashtu ndihmon në luftën kundër ftohjes dhe problemeve të trashjes. Specat e kuq djegës kanë veti të mira antiinflamatore, çka do të ndikojnë në dukshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Speci i kuq djegës ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet edhe në rast se vuani nga kolla. Ai lehtëson edhe dhimbjet reumatizmale, por përtej kësaj zbutje, një faktor tjetër është se ka ndikime të mira kundër problemeve që shkakton alkooli në trupin tuaj. Specat e kuq djegës do të ndihmojnë organizmin edhe në betejën kundër kilogramëve të tepërt trupor. Përveç shijes së saj pikante, specat e kuq djegës do të reduktojnë edhe peshën e tepërt trupore. Shija pikante e specave të kuq djegës i detyrohet kështu edhe elementit të kapsaicinës, e cila do të favorizojë një tretje më të mirë të organizmit, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori dhe të mbajë larg kështu komplikacionet e tij shëndetësore. Speci i kuq djegës do të ofrojë një mbrojtje më të mirë në shëndetin tuaj kardiak. Ushqimet pikante do të stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen më mirë. Prandaj është e dobishme që të përdorni specat e kuq djegës edhe si një ndihmë shumë të mirë kundër problemeve të depresionit. Speci i kuq djegës nuk këshillohet të konsumohet nga ata persona që vuajnë nga patologji të tilla siç janë për shembull ulçrat, problemet të cisteve, hemoroideve të tjera. Persona nën 12 vjeç nuk këshillohet të konsumojnë speca të kuq djegës dhe gjithashtu duhet të evitojnë konsumin e tyre nga dieta, pasi mund të ndikojnë negativisht në aparatin e tyre tretës dhe atë dietik. Ekspertët shtojnë një zëri se konsumi i specave të kuq djegës mund të jetë i mirë për shëndetin, por jo në të gjitha rastet, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin e komplikacioneve të organizmit dhe të shfaqë gjithashtu probleme të mëdha të tij. Por konsumi i specave të kuq djegës brenda rekomandimeve ditore mund të nxjisë të keni një organizëm më të mirë shëndetësor. Disa i mbajnë larg, disa nuk bëjnë dot pa konsumin e specave të kuq djegës në dietën e tyre ditore. Dhe sipas ekspertëve, specat e kuq djegës përmbajnë një element të quajtur kapsaicin, çka do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Arsyeja pse speci i kuq djegës është përdorur në mjekësinë tradicionale është gjithashtu një pastrues përbërësve kryesor i quajtur kapsaicin, që do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Kapsaicina është një përbërës aktiv që gjendet tek ushqimet pikante.
Pikërisht ky përbërës u jep atyre në shihen ndjekse, shpjegon Jamie Allan, profesor i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin qëndron edhe pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuqdjegës sipas dietologëve. Shtimi i ushqimeve të tilla në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe në betejën kundër një sër komplikacionesh. Ekspertët thonë se përfitimet që merrni nga specat e kuqdjegës do të luajnë një rol të mirë pozitiv edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme për organizmin. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin do të ndihmojë gjithashtu kundër dhimbjeve për shkak se redukton të ashtu quajturën substancën P, një kimikat i cili është i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdoret një krem me kapsaicin, në fillim do të keni pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeni edhe përfitimet e saj të para në dobi të vlerave të shëndetit. Specat e kuqdjegës përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve, çka do të sjellin kështu rezultatet e duhura pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Antioksidantët, ato substancat që gjenden te specat e kuqdjegës, do të parandalojnë gjithashtu dhe zvogëlojnë dëmet e qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira që gjenden me shumicë në organizmin tuaj. Shtimi i specave të kuqdjegës në recetat tuaja ditore mund të ofrojnë një parandalim të oksidimit dhe dëmtimit të shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos ato që lidhen gjithashtu edhe me kolesterolin dhe trigliceridet. Shtimi i specave të kuqdjegës ndihmon edhe me kongestionin. Specat e kuqdjegës do të ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicina mund të zhbllokojë venat e gjakut në undë duke çliruar kongestionin. Ato mund të përmirësojnë gjithashtu edhe përmirësimin e duhur të qarkullimit të gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton gjithashtu edhe problemet e kolesterolit dhe të triglicerideve, duke i siguruar organizmit një mbrojtje më të mirë dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i specave të kuqdjegës në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin në betejën kundër këtyre komplikacioneve, duke përmirësuar kështu qarkullimin e duhur të gjakut dhe duke evituar komplikacionet. Por specat e kuqdjegës kanë edhe anën e tyre negative. Produktet e tilla pikante nuk janë për çdo, pasi mund të kenë disa efekte anësore. Nëse keni probleme me stomakun, vuani nga urthi, pasi hani specat të kuqdjegës, duhet të bëni kujdes me sasinë e konsumit të tyre. Ushqimet pikante siç janë specat e kuqdjegës gjithashtu mund të irritojnë më shumë zorrën tuaj, duke shkaktuar më shumë probleme të diarres. Specat e kuqdjegës mund t'i konsumoni sipas formës natyrale të tyre ose edhe si ushqim pikant në përgjithësi në dietat tuaja. Shtimi i tyre në vazhdimsi të dietave tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Specat e kuqdjegës duhet të konsumohen me moderim në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi i specave të kuqdjegës në përgjithësi mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse jeni një person që i konsumoni në vazhdimsi të dietave tuaja specat e kuqdjegës, atëherë duhet të dini edhe rëndësinë e madhe të tyre në mbrojtje të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Specat e kuqdjegës janë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të sjellin shumë vlera për shëndetin. Konsumi i tyre mund të jetë i mirë edhe për shëndetin e zemrës. Kjo fal elementit të kapsaicinës që mund të reduktojë një sër komplikacionesh të shëndetit tuaj kardiak. Ekspertët i cilësojnë specat e kuqdjegës si një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëjini pjesë të dietave tuaja specat e kuqdjegës si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dijes se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.